O hoxha, është keq me shajt në gjermanisht, kur po agjeron, respekte. Pse jo shqip? Apo shqip nuk gjanë mirë. Allahu i rujt. Sharjet, ofendimet, zankat, paksojnë shpërblimin e agjerimit. Kur ne agjerojmë, pra kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam që thot, kur ndonjëri është në ditën e agjerimit, mos flas fjalë pra jo të mira, mos e ngrej zërin, e nëse dikush e shan apo kërkon të grindet ose e godet, pra le të thot unë jam njeri agjerues. Kështu që agjerimi le të jetë shkak që ne të ruhemi prej të këqijave, prej sharjes, ofendimit, zankave, sepse ne synojmë të afrohemi tek Allahu i lartësuar. Në agjerimin ton, pra synojmë që të bëhemi njerëz më të mirë, më të devotshëm. Dhe ky është qëllimi i agjerimit, pra me u bë i devotshëm. Kështu që kur të agjerosh, le të agjeroj me ty goja jote, shikimi yt, dëgjimi yt, mos me fol keq, mos me sha, mos me ofendu, mos me gënjy, mos me pa haram, mos me dëgju haram. Mundohu ta ruash agjerimin prej çdo gjëje pra që pakson shpërblimin. Dhe sharja e pakson shpërblimin. Allahu ju rujt.